Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Ju falenderoj dhe jam mirënjohëse të gjithë ju që më ndiqni në kanalin tim Thea Tarot 2025. Faleminderit shumë gjithë ndjekësve dhe abonusve të mi. Dhe tani do të shikojmë disa nga mesazhet e ëngjëve, çfarë thonë ëngjëjt për ditën e sotme. Storia d'amore, një histori dashurie do të ndodhë shumë shpejt në jetën tuaj. Asnjëherë nuk duhet mendoni negativisht, sepse në këtë histori dashurie ju do t'ja dilni sot. Telafata do t'ja dilni së mbari. Do të keni sot një bollok. Pra në dashurinë tuaj do të keni dhe bollok. Bollok shpirtëror, bollok financiar. Dhe për këtë gjë duhet të lëvizni, pra duhet të veproni, të jeni aktiv në jetën tuaj, sepse një po e madhe do të ndodhë, pra do të merrni një përgjigje shumë pozitive nga ëngjëjt tuaj. Kjo ishte energjia, pra mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Dhe tani do të marrim disa nga mesazhet e yjeve, të hënës dhe të diellit. Çfarë thonë mesazhet e yjeve, të hënës dhe të diellit? Edhe dielli mëson të ndaloj për të pushuar, prandaj perëndon. Kur të ndalosh të ndihesh diellin, je larguar nga vetvetja. Në dritën e diellit gjithçka bëhet më e qartë, edhe rruga e shpirtit. Yjet janë kujtimet e shpirtrave që ende vezullojnë. Një yll i vetëm mund të ndriçojë një natë të tërë. Njerëzit humbin rrugën kurse yjet kurrë. Dhe hëna, kurose, si hëna që rritet ngadalë, dhe shpirti zgjerohet me durim. Errësira është vetëm fond për dritën e hënës. Hëna është magjia e natës dhe misteri i shpirtit tonë. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, të hënës dhe të diellit. Faleminderit shumë, miqtë e mi.